Kequshqyrja, mungesa e aktivitetit fizik dhe konsumimi ushqimeve të përpunuara kanë rritur ndjeshëm statistikat e personave që janë bipesh apo obez. Jolanda Hyska, shefe e sektorit të sigurisë ushqimore dhe ushqyerjes në Institutin e Shëndetit Publik, deklaron se rreth 60% e popullatës shqiptare është mbipesh. Mbipesha dhe obeziteti është problem edhe në vendin tonë, si tek fëmijët, ashtu edhe tek të rriturit. Po të shikojmë shifrat tona, ne jemi gati 60% e popullatës shqiptare me studimin e fundit të DHS-it është mbipesh ose obeze dhe gati diku te 20% që ne jemi me obezitet. Edhe ne jemi në atë range në 1 në 10 fëmijë sot janë mbipesh ose obez. Obeziteti është një problem kompleks i cili ndikohet nga shumë faktorë përfshirë gjenetikën, mënyrën e jetesës dhe mjedisin. Faktorët mjedisor, si përsa i përket ushqimit, gjithmonë më shumë kemi për fat keq akses ndaj ushqimeve të përpunuara dhe marketingu i tyre është kaq i fuqishëm sa që ndikon gjithmonë më shumë në rritjen e konsumit të këtyre produkteve të përpunuara. Kequshqyrja me një aktivitet të ulët fizik, me akses me një infrastrukturë shpesh që nuk lë vend për të qenë aktiv, e bën të qartë që jo gjithçka e ka individi në dorë. Por cilat janë efektet negative që mund të sjellë në shëndet? Të dhënat tregojnë qartë, diabeti, sëmundjet kardiovaskulare, disa tipe kancerës i referojnë pikërisht edhe një komplikacioni të ardhur si pasojë e obezitetit. 60% e meshkujve dhe 55% e femrave janë bipesh, ndërsa 18% e meshkujve dhe 24% e femrave janë obez. Këto statistika tregojnë një tendencë shqetësuese të rritjes së obezitetit në Shqipëri, duke theksuar nevojën për ndërhyrje të fokusuara në promovimin e një stili jetese të shëndetshme.